Gruaja dhe dia. Leximi dhe mësimi sot nuk është vetëm një detyrë kombëtare, por edhe një detyrë fetare. Të rinjtë dhe të rejat duhet ta ndijnë këtë detyrë të shenjtë, më shumë se çdo grup tjetër shoqëror. Kur dikush bëhet i lidhur me librin, atëherë leximi nuk është vetëm një detyrë fetare, po bëhet një ndërveprim i bukur dhe i këndshëm, një nevojë urgjente dhe e pamundur për të shtyrë, dhe një mjet për të përmirësuar personalitetin njerëzor. Atëherë jo vetëm të rinj, por të gjithë grupet shoqërore do të drejtohen drejt leximit të librave me dëshirë dhe entuziazëm. Për këtë arsye, gratë duhet të ndihen të detyruara sot, burrat të kujdesen për librat, leximin, kërkimin dhe studimin dhe angazhimin në çështjet që janë pjesë e sfidave të përditshme, si të interesohen për çështjet fetare, që janë detyrat e patjetërsueshme dhe të qarta. Ato edukojnë fëmijët e mirë, nxisin burrat e tyre të hyjnë në fusha të mira, sepse shumë gra e bëjnë burrin e tyre të hyjnë në xhenet dhe i shpëtojnë atij nga problemet e botës tjetër. Dukuria e studimit fetar dhe akademik për gratë është shumë e madhe dhe e bekuar. Njëra gratë dietare, studuese, juriste, filozofe po përgatitet për kauzat fetare për gratë. Cila lëvizje mund të jetë kjo? Shikoni se si e shikon bota materiale gruan, një figurë të keqe dhe të pasjellshme. Pjesëmarrja e grave dietare islame në fusha të ndryshme, siç janë ato gratë të ditura dhe të ndërgjegjshme, që ndjekin fen dhe ligjin, ka pasoja shumë të mëdha në botë dhe është një reputacion i mirë për revolucionin. Prandaj gratë duhet të studiojnë me kujdes. Sigurisht qëllimi përfundimtar i studimeve të tyre është të bëhen juriste dhe filozofe, por mund të jenë në fushën e dijes islame dhe kuranore, që mund të jetë e dobishme për to dhe për të tjerat.